këtë edicion do të ndiqni. Mirëmbajtja Parku të Lirisë në Gjakov në dorë të fatit. Policia me plan operativ droni që fokusohet në identifikimin dhe ndëshkimin e kundërvajtësve, sidomos atyre që kryen tejkalime të rrezikshme. Atleti Tiron Mamusha brenda pak ditësh merr 3 çmime në disiplinën e vrapimit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Mirëmbajtja Parku të Lirisë në Gjakov duket se ka ngelur në dorë të fatit. Pas zgjidhjes së një hapësire të parkut muaj më parë, në këtë zonë janë vendosur edhe materiale tjera të cilët dukshëm e kanë prishur imazhin e kësaj hapësire. Muajin e kaluar, si shkak i një zjarri, ishte përfshirë nga flakët në pjesë madhe e Parkut të Lirisë, duke shkaktuar kështu mjaft dëmë në hapësirën e parkut, edhe pse nga temperaturat e larta, bari kishte qenë i tharë dhe përpasoj flakët e kanë përfshirë edhe më shpejt. Por që nga ky problem, nuk është ndërmarrë ndonjë mas për të rregulluar pjesën e parkut. Gjatë një vizite të ekipit tonë aty sot, prapa kamerave, banorët patën kërkesën dhe institucioneve që të merren më shumë me gjendjen e këtij parku, nga se tash edhe persona të pakujdesshëm i sjellin kontenierët e mbeturinave, hedhin objekte të tjera e madje edhe bari tashmë po qëndron tërësisht i tharë. E në shumë vende edhe në gjatësi të madhe, çka për banorët mbetet shqetësim i vazhdueshëm. Madje në këtë postim është shprehur indinjata dhe sa i përket që një personi i cili këtë park e ka shndruar në strehim për veten e tij. Ky park është në pronësi të Bashkisë Islame të Kosovës dhe banorët kanë kërkuar nga organet kompetente që të ndërmarrin masa në mënyrë që parku t'i kthehet hishia e dikurshme dhe të pastrohet me kujdes për të siguruar një vend të përshtatshëm. Njësia rajonale e komunikacionit rrugor në Gjakov ka nisur një tjetër angazhim në implementimin e planit operativ droni, i fokusuar në identifikimin dhe ndëshkimin e kundërvajtësve, sidomos atyre që kryen tejkalime të rrezikshme. Albin Sahaqia, komandant, thotë se plani droni ofron qasje më të lehtë në identifikimin e ngasisve që nuk respektojnë rregullat në komunikacionin rrugor. Plani operativ droni, i cili tashmë vetëse është në zbatim edhe në komunën e Gjakovës, ka prioritet identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme në mënyrë që të paksohet numri i aksidenteve në komunikacion. Kështu ka bërë të ditur kapiteni Albin Sahaqia, komandanti i trafikut rrugor në drejtorinë rajonale të policisë së Gjakovës. Plani droni, pra është kriju një task force në planin droni, ku si prioritet dhe si qëllim është që të kemi një siguri më të madhe rrugore, që të kemi më pak aksidente. Përmes task forces, në planin droni, si prioritet është identifikimi i kundërvajtjeve që pra tejkalimeve në vendet të ndaluara, tejkalimeve të kolonave të mjeteve, tejkalime në vijën e plot, në vende ku është ndaluar me shenja vertikale, dhe të mirën masat në vetëdijsuese dhe të mirën masat ndëshkuese ndaj atyre drejtuesve të mjeteve të cilët shkaktojnë kundërvajtje. 208 patent shofer janë konfiskuar, shtoi Sahaqia. Gjatë këtij plani operativ, i cili ka filluar para një jave dhe i cili do të vazhdon deri në arritjen e efektit të dëshiruar preventiv, si masë mbrojtëse janë konfiskuar 208 patent shofer. Ky numër është shqetësues për gjithë ne, për faktorin njeri, për shkak se është një numër i madh i kundërvajtjeve të bëra nga drejtuesit e mjeteve motorike. Andaj ne kërkojmë që çdo drejtues i mjeteve motorike, çdo pjesëmarrës në trafikun rrugor, ta ngritë vetdijen, të ketë një kulturë më të madhe, mos ta rrezikon vetveten, mos i rrezikon të tjerët, për shkak se kjo kundërvajtje konsiderohet kundërvajtje shumë e rrezikshme, e cila ka lënë në rrezikimin e trafikut publik pra në vepra penale dhe atëherë kem edhe raste ku kem aksidente të cilat përfundojnë me vdekje.
Komandanti Saqia ka treguar për numrin e aksidenteve të rënda rrugore dhe për kundërvajtjet më të shpeshta. Duke bazuar në numrin e aksidenteve të rënda rrugore që ndodhen apo që kanë ndodhur, janë 4 kundërvajtjet e faktori njeri të cilat kanë shkaktuar edhe vdekjen e njerëzve apo lëndime të rënda trupore. Është kundërvajtja shpejtësia e madhe, është kundërvajtja tejkalimet, përdorimi i telefonit dhe përdorimi i alkoolit gjatë ngasjes. Tutje kapiteni Saqia ka apeluar që ngasësit të kenë kujdes të shtuar në komunikacion dhe mos bëjnë kundërvajtje të ndryshme, nga se të njëjtat mund të pësojnë në aksidente, e madje shumë herë edhe me fatalitet. Një rrugë e gjendur në bllokun e ri e njohur si rruga me pisha, ka vite që është modeli mirëmbajtjes së hapësirës publike nga ana e komunitetit. Banorët të kësaj zone në bazë aditore pastrojnë dhe mirëmbajnë rrugën, me qëllim që gjithçka të duket bukur para hyrjeve të shtëpive të tyre. Rruga Latif Shaqiri e njohur ndryshe si rruga me pisha në bllokun e ri të Gjakovës prej vitesh është shembull i mirëmbajtjes së hapësirave publike nga vetë komuniteti. Banorët e kësaj zone çdo ditë kujdesen për pastrimin dhe gjelbrimin, duke bërë rrugën të duket gjithmonë në rregull dhe e pastër para hyrjeve të shtëpive. Vlora Vokshi, banore e Lagjës, shpreh se kjo traditë ka qenë gjithmonë pjesë e organizimit të tyre si komunitet, me synim që zonës t'i jepet bukuri. Është një ndër lagjet që i ka bukurinat e veta shumë. Sa i përket për mirëmbajtjen që e bojmë kësaj mahallë, do më thonë e gjithë lagja jemi të organizuar, gjithë silla del para dyrëve të veta dhe bojmë pastrimin. Për kundër që kemi fëmijë shumë, edhe jemi të gëzuar që kemi fëmijë shumë, i kemi edhe ato anet negative dhe pozitive, prandaj na e marrin shumë mirë. Fal angazhimit të banorëve të kësaj lagjeje me mjete vetanake, janë mbjellë vite më parë pishat që sot e dallojnë këtë rrugë nga të tjerat, ndërsa kujdesi i përditshëm për pastrim dhe rregull e ka bërë këtë hapësirë të jetë e frekuentuar dhe nga të moshuarit që duan ajër të pastër. Falje qytetarëve të kësaj lagje që me mjete vetanake i kanë mbjellë këto pisha edhe jenar djete kjo pastërti e lagjes. Do më thonë, mirëmbajtja, ajri është shumë i pastër, sidomos për ato që janë mosh, dalin e hecin do plaka këtu kënaqen, është shumë diçka e mirë. Puna e përditshme e banorëve ka kthyer rrugën në një hapësirë të pastër dhe të këndshme, ku ajri i freskët dhe rregulli e bëjnë lagjen hapësirë të këndshme e të bukur. Albert Ramaja është njëri nga bujqet e shumë në komunën e Gjakovës që merret me mbjelljen, kultivimin dhe shitjen e disa kulturave bujqësore. Aktualisht ai posedon rreth 20 hektar tokë të punuar dhe tashmë është gati që pas punës disa mujore, produktet e mbjellura t'i nxjerrë në treg. Fundi i sezonit së verës përkon me veljen dhe shitjen e disa prej kulturave bujqësore për t'i nxjerrë në treg. Bujku Albert Ramaja posedon rreth 20 ari tokë të mbjellur me speca dhe i njëjti ka treguar se specat janë të gatshëm dhe po shitën në treg tash e më shumë se një muaj. Speca kemi 20 ari jashtë, janë të gatshëm për treg, kemi filluar diku rreth që një muaj veç më shit, edhe temperaturat kanë qenë ekstreme si vjet, po mirë, ka kalu disi se ujë kemi bollave, kemi mirë, kanë kalu mirë. Bujku Ramaja ka bërë të ditur se edhe pse temperaturat kanë qenë ekstreme, speci është bim që e preferon motin e nxehtë. Për speci po. Speci e dënë se speci është bim se e duron nxehtit, e tamam e kon efikase. Ndërkaq se i përket çmimeve, Ramaja ka njoftuar se çmimi me pakic shkon deri në €1.50, ndërkaq me shumicë deri në €1.20. Çmimi me pakic po shkon €1.50, me shumicë €1.20, supo i kemi ata klientët, se gjatë javës i furnizoj 2-3 pika i kam, e tonën shes vetë, me €1.50 po shkon. Tutje Bujku Ramaja bëri të ditur se ka interesim të madh dhe se produktet janë të rritura në mënyrë organike për të qenë sa më të sigurta dhe të shëndetshme. Historia dhe tradita shekullore kanë ndikuar që fshati Dobrigj
Të njëjtë si fshat që ka ditur të ruajë trashëgimin fal njerëzve bujar dhe besnikëri ndaj këtij vendi. Krahas kësaj, ky vend njihet edhe për një relief me fusha të gjëra dhe me gjelbërim që bën jetën e përditshme më të dëshiruar për banorët. Fshati Dobrigji i Gjakovës njihet për qetësinë dhe natyrën e tij të pastër. Pamjet që ofron ky vend janë të veçanta, me fusha të gjëra dhe me gjelbërim që bën jetën e përditshme më të dëshiruar për banorët. Në Dobrigj ka histori dhe tradita që ruhen prej shekujsh. Banorët merren kryesisht me bujqësi e blegturi, duke mbajtur gjallë traditën dhe mënyrën e vjetër të jetesës. Atmosfera e qetë dhe ajri i freskët e dallojnë këtë fshat nga zhurma e qytetit, duke bërë një vend të dashur për ata që jetojnë këtu. Dobrigja mbetet një pjesë e rëndësishme e mozaikut të fshatrave të Gjakovës, ku natyra, puna e njerëzve dhe traditat e vjetra vazhdojnë të ndërthurën çdo ditë. Atleti Tiron Mamusha po vazhdon të jetë i suksesshëm në disiplinën e vrapimit. Titujve të tij të shumës së fundmi ju shtuan edhe disa të tjerë, të cilat i morën vetëm brenda pak ditësh, fal punës dhe përkushtimit të tij. Me një paraqitje të shkëlqyer, atleti Tiron Mamusha ka arritur të fitojë 3 gara brenda një fundjave, duke treguar një formë breslënse dhe një angazhim të jashtëzakonshëm. Atleti Mamusha përmendi rezultatet që ka arritur në këtë periudhë të shkurtër kohore, duke shtuar që ishte hera e parë që pothuajse pas 10 vitesh mori pjesë në një garë që organizohet në qytetin e Gjakovës. Këtë vikend kanë qenë Kupa Kosovës, edhe Gjakova Trail, gara që mojtë në qytetin e Gjakovës, edicioni 3. Në Kupën e Kosovës kam marrë pjesë me klubin Atletik Prishtina, ku kam marrë pjesë në 2 distanca, në 5.000 metra ditën e parë dhe 3.000 metra në ditën e dytë, ku në 2 distanca kam arrit me dali i pari, gjithashtu dhe si ekip kena fitu vendin e 3 si klubi Atletik Prishtina, dërsa të dile në Gjakovë kam vrapu në Gjakova Trail, po kam marrë pjesë në 12 kilometra, edhe ati kam arrit me dali i pari, edhe jam shumë i lumtur. Për mu ka qenë gara parë mas diku 10 vjetëve që kam garu në qytetin e Gjakovës. Ndërkaq pas e kalimit të sfidave shëndetësore që Mamusha kishte gjatë vitit të kaluar, të cilat ja limituan edhe pjesëmarrjen në gara, ai bëri të ditur që tani ndihet në formën fizike më të mirë të mundshme, duke përmendur edhe garat në të cilat do të marrë pjesë. Pasi kam kryer disa kampet e këto, tash jam më thon fazën më të mirë, jam në formë më të mirë fizike. E kam arrit atë formën që kam qenë para lëndimit, tash ani mundi më prit shumë rezultate, shumë koma të mira, edhe shumë podiume më të mëdha evropiane. Këtë javë garoj në Strug, në 10 kilometra, pastaj vrapoj në gjysmëmaratonin e Prishtinës, garoj në Serres në Greqi, edhe në Selanik në Greqi, në 3 garat e fundit në gjysmëmaratona. Edhe atje synoj rezultate që ajo më thyllën njerë rekordin e Kosovës, edhe janë synimet e nelta. Mamusha bëri të ditur që aktualisht përgatitjet po i shkojnë shumë mirë, duke shtuar që po angazhohet plotësisht në arritjen e sa më shumë sukseseve në garat në të cilat do të jetë pjesëmarrës. Fundjavën e kaluar në Prishtinë organizua torneu tenisit Grand Kids, ku pjesëmarrës ishin edhe tenisierët nga klubi i tenisit Hot Shot nga Gjakova, të cilët arritën të tregoheshin shumë të suksesshëm në kuadër të këtij torneu. Kampionet e kësaj gare Joni Hima dhe Olea Gjoka, të cilët u shpallën kampion në kategorinë deri në 10 vjeç, thanë që janë të kënaqur me çmimin që kanë fituar. Fundjavën e kaluar në qytetin e Prishtinës organizoa turneu i tenisit Grande Kids. Në këtë turnej morën pjesë shumë teniserë nga gjithë Kosova, ku në mesin e tyre ishin edhe teniserët nga klubi i tenisit Hot Shot nga Gjakova, të cilët arritën të tregoheshin shumë të suksesshëm në kuadër të këtij turneu. Trajneri i klubit të tenisit Hot Shot, Art Baruti, foli më shumë për pjesëmarrjen e tyre në këtë turnej, duke potencuar që dominimi i klubit të tyre ka vazhduar edhe në këtë garë. Në vikend morëm pjesë në turneun e radhës Grande Kids që u zhvillu në Prishtinë për mosha deri 11 vjeç. Dominimi i klubit tonë vazhdoi edhe në këtë garë, pasi që morëm pjesë me 4 garues në 4 kategori të ndryshme dhe i fituam të gjitha. Kaon Baruti u shpall kampion në grupmoshën deri 10 vjeç, po ashtu edhe Olea Gjoka në grupmoshën deri 10 vjeç.
kurse të gërmosha deri në 11 vjeç shpallën kampion Diora Gjoka dhe Joni Hima. Me këto fitore, klubi jonë vazhdoi edhe këtë vit suksesshëm duke arrit 17 vendet para në Kosovë dhe në rajon gjatë këtij viti. Kampionët e kësaj gare Joni Hima dhe Diora Gjoka, të cilët u shpallën kampion në kategorinë deri në 11 vjeç, thanë që janë të kënaqur me çmimet që kanë fituar. Jam shumë i kënaqur me këtë çmim dhe ka qenë konkurrenca e fortë, por kam arritur ta bëj dhe kam arritur ta zë vendin e parë. Gara ishte Grand Kids që u zhvillu në Prishtinë, aty mora vendin e parë ku arrita të mundja konkurrentët që kisha të forta. Po ashtu ishte një ndjesi shumë e mirë për mua që fitova vendin e parë. Ndërsa klubi Hot Shot në këtë gare arriti të fitojë edhe 2 çmimet e para në kategorinë deri në 10 vjeç, me teniserët Olea Gjoka dhe Kaan Baruti. Unë kam marrë garën e Prishtinë, e kam marrë vendin e parë. Ka qenë një gare e vështirë, ka pas konkurrencë të fortë, por unë ja kam dalë. Unë jam kënaqur shumë që kam fituar vendin e parë dhe shpresoj që do të fitoj gara tjera. Tutje bëhet e ditur që deri më tani klubi i tenisit Hot Shot nga Gjakova kanë arritur të shpallen 17 herë kampion në garat vendore dhe rajonale, duke shënuar kështu suksese të vazhdueshme në këtë sport. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Mot me diell kanë bizotruar sot gjatë ditës, me temperatura që kanë lëvizur nga 15 deri në 31 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 11 deri në 23 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranat e me diell. Mot me diell pritet të mbizotrojë të enjtën, me temperatura që do lëvizin nga 11 deri në 24 gradë Celsius. 13 deri në 27 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtes, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell pritet të jetë edhe gjatë së shtunës, me temperatura që do lëvizin nga 13 deri në 28 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti ngjashëm, me temperaturë minimale 13 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 28 gradë Celsius. Mot me diell pritet të jetë edhe gjatë së hënës, shoqëruar nga temperatura që do lëvizin. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Mirëmbajtja e Parkut të Lirisë në Gjakovë në dorë të fatit. Policia me plan operativ droni që fokusohet në identifikimin dhe ndëshkimin e kundërvajtësve, sidomos atyre që kryen tejkalime të rrezikshme. Atleti Tiron Mamusha brenda pak ditësh merr 3 çmime në disiplinën e vrapimit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.